Ish kryeministri Sali Berisha gjatë vizitës së tij të fundit të detyruar në SPAK nuk i kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama, gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe trupës së prokurorëve antikorrupsion, duke përfshirë edhe kryeprokurorin Altin Dumani. Altin Dumani do mbahet mend si një armik i egër i pluralizmit politik, si njeriu që arrestoi në vitin elektoral për të fituar partia e tij, liderët e partive kryesore opozitare, pa asnjë fakt penal, pa asnjë akuzë, si persona nën hetim, paradhanje për partinë e tij, persona nën hetim, madje edhe pa thirrë ndonjëherë në pyetje. Pra, a ka bilanc më të zi se ky që shkel kushtetutën, shkelmon ligjet, themelin e kushtetutës, pluralizmin politik, si mercenar për llogaritë e Edi Ramës dhe narkoshtetit. Ka fshehur dosje, ka mbyllur dosje të Olsi Ramës, Linda Ramës, Edi Ramës, të cilat janë nga më të rënda. Kreu i Partisë Demokratike komentoi dhe zgjedhjen e Klodian Braus në krye të SPAK-ut duke krahasuar me paraardhësin e tij. Në dallim nga paraardhësi i tij, i cili e mban atë vend çdo ditë kundërshtim me kushtetutën, u zgjon përputhje me kushtetutën sepse mori 7 vota. Komisioni ose famozi KLP ishte mizogen. A mund të kuptosh ti tani, ju pyesu ju zonja, që ato zonjat e KLP-s, Mandri dhe ajo tjetra, Bogdani, apo kushje tjetër, të mos japi një vot të vetmes përfaqësuese të grave, vajzave, që arriti të kualifikohet për vlerësim. E lanë pa asnjë vot, mizogeni e plot, dhe më shumë se mizogeni biles. Ky është komenti im për atë proces. Ish kryeministri ironizoi gjithashtu kryeministrin për vizitat dhe deklaratat rreth BKH-s, duke e kritikuar për frikën nga institucionet e drejtësisë dhe trajtimin e opozitës. Rama i tmerrur e mbajti të fshehtë 20 sa ditë dhe nxori të nesërmen e vendimit të irenave të kushtetuesës, të vendimit antikushtetues, antiligjor, të turpshëm, të paprecedent në historinë e Europës dhe të botës, për një vend me shtet ligjor. Kjo i dha zemër Edi Ramës. Berisha përsëriti gjithashtu kundërshtimin e tij ndaj zgjatjes së mandatit të prokurorëve special, një kërkesë e vazhdueshme Altin Dumanit dhe e përmendur dhe nga Klodian Brahoj gjatë prezantimit të platformës së KLP-s. 9 vite janë të mjaftueshme për të treguar të gjithë integritetin dhe aftësinë. Ata që nuk bashkëpunojnë me krimin, ata që punojnë me vullnet dhe me të hekur, e dikush kërkon atë, e kërkojnë ata të cilët bashkëpunojnë me krimin.